Tjetër më nxirr mallin e djalërisë. O, keqe më. Edhe pse mbi shtëpinë i rëndojnë 81 vjet, legjendës së artit popullor Laver Bariut nuk janë shuar ndjenjat për dashurinë e parë dhe të fundit tingujt e klarinetës. Ustaj nuk gopet të dëgjuari edhe kur këta tinguj burojnë nga klarineta e nxënësit të tij të talentuar Josif Mitre, në lokalin e mjeshtrit kulinar Gjergji Mjali, ku artisti i madh Bariu kalon disa orë në ditë dhe për ditë për të pohuar. Pleqëria s'më posh dot. Jam midis jush, jeta është e bukur me këngë. Ajde maj kuna dhejale, verdo mojler, verdo, moj kuna dhejale, verdo mojler, verdo. Në memorien e mjeshtrit Bariu janë strehuar kujtimet dhe emocionet e 50 viteve artistike. Janë strehuar tingujt e papërsëritshëm të klarinetës që gjëmonin nga shpirti i tij për të gëzuar dhe tronditur mira e mira jetë njerëzore brenda dhe jashtë vendit. Thesarin e kujtimeve të fjetura ja zgjon për herë emigranti klarinetist Josif Mitre, kur kthehet nëpërmet dhe shkon për të takuar dhe për t'u uruar shëndet dhe jetë të gjatë. Ti ke qenë emblema e këngës përmetare, ti ke qenë krenaria e komit ton, ke bërë epokë në këtë vend. Gjithmonë mbetesh i madh dhe do mbetesh i madh. Ti nuk u vdeskur sa të vdesin malet e përmetit. Mbetesh gjithmonë i madh dhe ne mësojmë nga ty. Dhe gjithmonë kur shkojmë jashtë shtetit, krahanohemi me emrin e Laver Bariut. E po mjata shide. Një ritual që përsëritet nga shumë artistë të rinj, por veçanërisht i talentuar Josif Mitre në lokalin e Gjergji Mjalit gjatë viteve që ustaj ka hyrë në moshën e thellë të pleqërisë. Një ritual që e mbush me gëzim fëmijë shpirtin e qetë të usta Laverit. Na, jo ritmin! Bum, pa, pa, bum, pa, pa! No, Quratën! Lemo të vdes reati uruar, ik më qëron. Ajde të pulla njerë, jo s'dua. Se të kam dashur shumë. Ustaj dhe nxënësi pushtohen nga vorbulla e ndjenjave dhe bën një. Tingujt dhe fjalët çajnë muret e lokalit dhe shpërndahen me ngjyrime ylberi në hapësirën përreth. Atmosfera e lokalit ka elektrizuar edhe pronar qerimin, që bashkohet me artistët për të rritur madhështinë e të madhit Bariu. Para një jave kishim një grup gjerman, ata ishin disa studentë të Akademisë së Arteve në Gjermani, kur u shpreva dhe u thash që është ustaj madh, bile ata kishin ardhur me një CD që dihet që përmeti dhe gjithë komi nderohet me usta Laverin, ata erdhën dhe ulun ja siç jam ulur këm kryq dhe bën foto me ustajin e madh. Erdhëm nëpërmet thoshin dhe të mos takojmë ustajin e klarinës përmetare, do ishte e kot. Pra ata ndjen shumë kënaqësi dhe pse ishin të rinj. Ata thanë, ngelet për neve një foto që do ta kemi të rjetën kujtim. Një mëngjes plot dritë për usta Laver Bariun. Këtë dritë e ndezi nxënësi i tij